Asnjëri zguxonte të hapte gojën apo të shtronte ndonjë farë plani përpara Tiranit, sepse gjithë këshillimet e tyre të mëparshme dhe të fundit kishin hedhur poshtë me turpin më të madh vetë përfundimi. Megjithatë, ta u lëshuan me vrap për të qarkuar rreth rrotull kampit dhe për ta siguruar me përdredhore, ashtu si e patën provuar shumë mirë një vit më parë në praktik në rrethimin e Svetigradit. Në këtë mënyrë, mendonin se armiku do të ishte dorë nga sulmet e tilla. U sollu shumë përdredhore nga më të voglat që ishin vënë përkundër mureve dhe u vendosën rreth çadrave, siç u pa më e udhës. Megjithatë, pjesa më e madhe mbeti në vend, si edhe më parë, u sillnin më tepër dobi, sepse çadrat ishin aq shumë të shpërndara dhe të veçuara, me intervale midis tyre për shkak të vapës së tepërt dhe të pengesës së kafshatave, saqë s'ishte mundur të merreshin masat si duhej për këdo. Asnjë nga këto s'mbeti për një kohë të gjatë e fshehtë për Skënderbeun. S'mungonin të ratisurit as bolonjësit guximtar, të cilët ja shpjenin çdo gjë në vesh, dhe të cilëve ai u zinte kollaj bes nga prova që pati një vit më parë. Vendosi të qetësohej pakas. Edhe ai të ishte i kënaqur me fatin e pashoqe, ta gëzonte në pushim, ndërsa ndonjë rast tjetër i mbar, tu dilte përpara me buzë në gaz. Ngisa pastaj në zullimeve, ndërsa s'kish mbetur kund bujk as banor në përara. Nga kushtarët të merrnin ushqime e shtrëngonin të kujdesej për gjëra të tjera. Prandaj, për t'i patur të gjithë më lehtë, sidomos për t'u shmangur edhe vapës, u nis bashkë me gjithë ushtrin për në një vend detar të një bukurie të rrallë, pranë lumit të banorëve, e quajnë Ishëm. Atje u soll me anije të shumta, ushqime të mjafta. Ai kërkoi grur, gjithashtu edhe nga dursakët, se qyteti i tyre s'ishte larg. Isu më mohua me gjithë që sundimtarët Venedigas i ndihmonin tanët, duke ruajtur sa më shumë që të mos i merrte vesh Tiranë. Gjithë këto ditë barbarët i harxhuan për të rrahur e sheshuar muret e Krujës. Sidomos në ato anë kishin mbetur ndonjë pjesë e pacënuar apo që i kishte rindërtuar ata të qytetit. Mbretit i kishte hyrë në zemër dëshira që ta provonte përsëri fatin në anë të trimërisë së ushtarëve, sepse llagëmet dhe pozitë e tjera të këtij lloji dukeshin një punë që donte kohë të gjatë dhe mundim shumë të madh, për shkak se në disa anë ishte thik dhe plot shkëmbinj. Të zezët ata sundohen për një pushteti aq të shpernuar, e që fati i ka vënë në zotërin aq të egër, ka që të shtrëngohen tua ngopin lakmi, o s'patën mundësi ndryshe, me coptimin e trupit dhe me gjakun e vet. Pasi mbaruan këto punë dhe u shkatruan në një pjesë mjaft të madhe muret, ku mundën t'i rinin përdredhoret, Tirani, dhe urdhër që të bënin gati brenda ditës, ushtarët për përleshjen që do të fillonte të nesërmën dhe për goditje të reja. Zorë se u qash kush, veçmas apo faqe botës me gaz në zemër të zakonshëm. Megjithatë, ata pranuan duke tundur kokën fort të pikëlluar, sepse frika dhe turpi së bashku nuk i linin të mos pranonin apo të bënin bisht. Murati, kur patër atë ligështim zemrin dhe kur vuri re se të gjithë po zvariteshin fort me përdhum për në atë punë, duhet se thiri burrat fisnik dhe sprovuar në luftë dhe me një fjalë të shumë i qërtoi për frikën dhe dobësinë e tyre. Ata thoshte e kishin humbur kurajan dhe shpresën e fitores, përgjithmonë për arsye fare të vogla, ose më drejt për lodra të fatit, për shkakun që se pushtuan dot qytetin që me sulmin e parë, për shkakun që pan me sytë shtrirat përdredhore u fomat e shokëve. Por cili qytet do të ishte aq shpirt rob, dhe cila kështjell aq pa nam, sa që të mund të rifutej kështu, me një të sulur dhe të rënoj me një të godit. Kush dëshironte t'i qaste, jashtë nga strofka e tyre, do e gërsira, a i duhet të duronte, duhet të qëndronte me shpirt të pathyer e të pankok. Shumë kapetan të ndjerë, portë dhe ushtrin ishin plakur nën muret për një fyerje të vogël dhe shpesh vehtjake. Ata të fliqur aq keq nga pabesia si shtet e si individ, donin t'i linin të gjitha për turpe faqe të zez pa u shpaguar. Pastaj, cilës fitoria të shënuar ja kishte arritur kush pa gjak, e të kujtonin fatin e Branës dhe lavdinë të cilit zor të barazohej gjë, do të ishte vështirë
Kua vinin zgjedhën armiqve me duar të papërgjakura. Çdo gjë e lartë mbrohet me djersë e mund shumë të madh. Nga kruja varri gjithë fuqia e asaj lufte. Po të mirë ajo, lufta në Epir pushonte përgjithmonë. Sepse Skënderbeu me humbjen, si të thuash të asaj shtylle, dhe të gjithë Epiri nuk do të qëndronte asnjë ditë në krahin. E dërinin pra, të qetë dhe le të vepronin pa frikë. Në asnjë punë tjetër përfundimtare s'janë aq të pasigurta se sa në luftë. Kush dëshironte ta kishte fatin pas vetes, duhet ta provonte atë. Dhe veç kësaj, më shpesh ta ndiste. Megjithatë, ai nuk e mohonte se në të ardhmen duhet të veprojë me kujdes me armiqt, dhe se rreziqet duheshin përballur më me urtësi, dhe ushtarët të mos hidheshin si egërsirat mbi hekur armik. Të vrarët nga ata të qytetit do të ishin fort shumë, sikur të binin në çdo përleshje nga 10. Megjithatë, ata duheshin goditur e ndrydhur, pa prerë me sulme të përditshme dhe të mos mundin të vinin në vend as fuqit as forcoma. Dhe në rast se ndoshta nuk do të vlenin armët, do të gjente ndonjë mënyrë fati, ashtu siç kishte bërë, pa pritur e kujtuar. Njëherë në rrethimin e Svetingradit, aq fort e zonja, thoshte është pabesia e fjetërardhë dhe lakmia e njerëzve. Këto fjalë u asollën përsëri shpirtin e vëmë, dhe si ti kishin dhënë çdo frikë arati. Ushtim në zemër dëshirën me pashme, për shpagim dhe oreksin e pazakont për lavdi. Përveç kësaj, atyre u ishte mërzinë edhe frika në një pjesë të madhe, dhe puna që shikonin, se kur të nesër do të kishin të zënë rreth qytetit kamp. Të paktën, do të ishte i qetë nga sulmet e kastriotit, dhe prapa shpina e sigurt dhe se kundërshtarin do ta kishin vetëm nga përpara. Dhe me të vërtet, përveç masave të tjera që sapo tregova, Tirani, për ta mbrojtur atë ditë Skënderbeun larg kampin, me qëllim që të mos i turbullonte.